Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, ka përshëndetur përparimin drejt një marrëveshjeje të mundshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke i cilësuar diplomacinë si rrugën e vetme për stabilitet afatgjat në rajon. Në një reagim të publikuar në platformën X, Starmer deklaroi se Britania do të punojë me partnerët ndërkombëtar për të shfrytzuar këtë moment dhe për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme diplomatike. Lideri britanik theksoi se prioritet mbetet përfundimi i konfliktit dhe rihapja e plotë e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike të transportit të naftës dhe gazit në botë. Sipas Starmer, duhet të garantohet liri lundrimi e pakushtëzuar dhe pakufizuar në këtë korridor jetik për ekonominë globale. Kryeministri britanik përsëriti gjithashtu qëndrimin e Londrës se Iranit nuk duhet i lejohet kurrë të zhvillojë armë bërthamore. Ai shtoi se qeveria britanike do të vazhdojë përpjekjet për të mbrojtur qytetarët britanik dhe interesat e Mbretërisë së Bashkuar nga pasojat e konfliktit në lindjen e mesme. Deklarata e Starmer vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se një marrëveshje me Iranin për t'i dhënë fund luftës ishte negociuar kryesisht dhe po priste finalizimin. Konflikti që nisi më 28 shkurt shkaktoi tensione të mëdha në rajon dhe çoi në mbylljen de facto të ngushticës së Hormuzit, duke tronditur treshët globale të energjisë. Ndërkohë, fuqitë perëndimore dhe vendet e rajonit po intensifikojnë kontakte diplomatike në përpjekje për të shmangur një përshkallëzim të ri ushtarak dhe për të stabilizuar situatën në lindjen e mesme.